Fluturimi më i gjatë në botë nga Franca në Australi për 19 orë pa ndalesë. Pas më shumë se 19 orësh fluturim, një avion special Airbus A350-1000 ULR, Ultra Long Range, ka mbritur në aeroportin e Melbourneit. Avioni është ndërtuar posaçërisht me një rezervuar shtesë karburanti për të përballur distanca rekord pa pasur nevojë për ndalesa. Ky ishte fluturimi i parë testues përpara dorëzimit te klienti australiane Qantas, e cila synon të nis linjat më të gjata ajrore në botë, Sydney-Londër dhe më pas Sydney-New York. Për të përshkruar rreth 17.000 kilometra nga Toulouse e Francës, aty ku ndodhet selia Airbus, avioni nuk bëri asnjë ndalesë për furnizimin me karburant. Gjatë rrugës, ai kaloi mbi Sardenjë dhe Kalabri dhe më pas vazhdoi drejt Egjiptit, Arabisë Saudite dhe Omanit përpara se të kalonte disa orë mbi Oqeanin Indian dhe të hynte në hapësirën ajrore të Australisë. Ky test shënon një hap të rëndësishëm drejt epokës fluturimeve ultra të gjata pa ndalesa që synojnë të lidhin drejt për drejt qytetet më të largëta të botës.